Një shoqëni e avancuar patjetër ka nevojë për 5 lloj mendësish. Mendësia e parë është mendësia e disiplinuar. Kjo lloj mendësie përfshin aftësinë e njerëzve për vetë avancim, edhe atëherë kur ata përfundojnë, si me thonë, arsimimin e tyre zyrtar. Pra, është një shoqëni e cila vazhdimisht avancohet. Pra i bie që të kemi njerëz të disiplinuar, sidomos në lexim, arsimim dhe vetë zhvillim. Mendësia e dytë është mendësia sintetizuese, që shpesh herë gjërat i kqyr në kuptim të përgjithshëm. Në atë perspektiven e shqiponjes, i kqyr gjanat në total, dhe kur i kqyr gjanat në këtu kuptim të përgjithshëm, e ka aftësinë pastaj për t'i dallu gjanat e rëndësishme edhe gjanat që janë më sekondare se janë gëzhoj. Dhe kësaj bëhemi një shoqëni e cila nuk e harxhon energjinë në gjërat të imta, por energjinë dhe diskursin e përgjithshëm e zhvillon për tema qendrore të rëndësishme që kanë bëjnë me vendin, me cilësinë e jetës e kështu me radhë. Mendësia e tretë që patjetër i duhet një shoqërie të zhvilluar është mendësia kreative. Mendësi kjo që është e shqetësuar për të menduarit jashtë pakete. Ne nuk duhet i gozhdojmë njerëzit që guxojnë të mendojnë më ndryshe, ose të mendojnë jashtë pakete. Ne duhet të stimulojmë, ne duhet të krijojmë mendësi e cila i jep hapësirë nxënësit, studentit të pyesë dhe të diskutojë jashtë pakete, sepse kjo mrapa na bën një shoqëni kreative dhe na sjell inovacion gjithanej jetës. Mendësia e katërt është mendësia e respektueshme. Kjo lloj mendësie dita ditës po bëhet më thelbësore, sidomos në një botë kaq të larmishme, ku njerëzit e ndryshëm me përkatësi të ndryshme janë të detyruar të takohen me njëri tjetrin, qoftë ballë për ballë, qoftë në rrjetet sociale apo në internet. Kjo mendësi konsiston në përpjekjen me kuptu dhe me respektu tjetrin. Fundja nuk është patjetër të pajtohemi, është patjetër të kuptohemi dhe të respektohemi. Mendësia e fundit është mendësia etike, në cilën luan rol të madh edhe feja, edhe besimi, edhe morali. Është një mendësi e cila synon të harmonizojë të drejtat dhe obligimet. Kjo është një mendësi e cila i mëson njeriu të ketë përgjegjësi, jo gjithmonë ta hedh fajin të tjerët, por të kthehet te përgjegjësia dhe detyrat e tij që i ka përballë shoqënisë dhe përballë vendit ku jeton.